ju bashkoheni me PD-n dhe i thoni këtij elektorati që identitetin e kemi miks. Tani më fal, nuk bashkohet me kjo është një teknikë e vjetër. Kjo është një teknikë e vjetër, më fal. O Redi, lutem. Mund të jemi korrekt, lutem? Kjo është një teknikë e vjetër. Bë një pyetje të gjatë, e lë të thot dy fjalë dhe pastaj i bë një pyetje tjetër që mos marrë vesh asnjë. As nga e para as nga e dyta. Tani t'jap një përgjigje dhe më dëgjoj me vëmendje. Atëherë, jo me qetësi, po tani kjo është një teknikë e vjetër që është e rëndom, është teknikë e rëndom. Tani, nëse do kishte zgjedhje të dielën për zgjedhje të përgjithshme, ne do bënim të njëjtën gjë identike. Pse do ta bënim? Sepse ne nuk ishim dakord që Sali Berisha të kishte edhe një mundësi tjetër për të ndryshuar vendin. Kishte patur mjaftueshëm mundësi dhe nuk u bashkuam me Partinë Demokratike dhe nuk do bashkoheshim edhe sikur të kishte zgjedhje të dielën. Ne nuk u bashkuam me Qorin sepse nuk kemi të njëjtin ide me Qorin, edhe sikur të ketë prapë zgjedhje ne prapë nuk bashkohemi. Nuk u bashkuam me Tiku sepse ne nuk kishim besim. Dakord, edhe nuk ndanim të njëjtin ide populiste. Ky është mendimi ynë, sipas vendimit tonë. Edhe prapë do bënim të njëjtin gjë. Por për zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës, unë nuk po thot askush hajde bashkohemi. Secili ka projektin e tij politik, secili shkon punën e vet dhe vazhdon punën e vet. Thjesht po themi, a u burra të gjejmë një kandidat mbi partitë politike dhe që nuk na detyrojnë të bashkohemi siç po thua ti, se unë s'po flas për bashkim, por thjesht secili mbështet një figurë, secila prej atyre tre figurave politike mund të votohet nga votuesit e partisë Mundësia dhe asnjëra nuk ka kompleksi për të thënë jo prit se votova një kandidat të Berishës apo të një partie tjetër politike. Shumë e thjeshtë dhe ky është dallimi dhe është shumë i thjeshtë për të kuptuar. Po është dakord Partia Demokratike me këtë? Po nëse unë në Truez do thotë që është Duka. Në siglën e Partisë Demokratike. Redi, me që doni emra, po them kohë. Po marrë të gjendet një kandidat i cili ka orientim të djathtë, nuk është afishuar as me PD-n, as me Mundësinë, as me Shqipëria bëhet, ja një sekond, dhe ky kandidat, pse mos mbështetet i gjithë partitë politike? Ç'lidhje ka ideologjia të një kandidat? Ky kandidat kur bëhet kryetar bashkie nesër, supozon fiton të bëj. Çfarë raporti ka me Partinë Demokratike, me Partinë Mundësia? Çfarë raporti ka? Çfarë arrihet? Ishet bashkia një kryeministit korruptuar që ka vendosur kandidat kryetari i bashkisë së cilit është në burg për korrupsion. Votuesi duhet di zoti Shehaj përpara se të votojë. Votuesi para se votojë duhet di se çfarë po zgjedh. Dhe kush është logjikisht ata. Se po bëjmë sikur po bëjmë zgjedhje këtu edhe në Danimark, o Redi, se po bëjmë sikur jemi në Norvegji. Unë nuk jam dakord për arsye të eksperiencës politike rreth 30 vjeçare. Zgjedhjet parlamentare nuk janë një lloj me zgjedhjet vendore. Pa diskutim. Ta marroj. Se ti thej që do bashkon votet këtij edhe PD-s. Bashkon pra duke nxjerrë një jashtë partive politike, i cili do jetë menaxher qeverisës i bashkisë. Edhe në këto momente ku ka një fobi të tmerrshme ndaj politikanëve përgjithësi, qoftë këto që majorancë, ka një mundësi ti përgjigjet të pyetjes tij që mund të rregjë edhe të stresë ngri, nuk është e çuditshme. Koha është shumë e limituar faktikisht, ka shumë pak kohë, por nëse do ketë një vullnet pozitiv, do jemi çik më fair që të gjithë neve. Unë besoj që mund të jemi kandidaturë shumë të mirë, që mund të jetë si shteti një konkurrent jashtëzakonisht i mirë, mbase nuk fiton, por krijon një sinergji. Ajo është shpresë për të Nxirr tre fotot e kandidatëve. Dhe pse një votues i Partisë Mundësia nuk duhet të votojë? Pse krahasimi nuk është i njëjtë. Po, që thonë jo i majti i djathtë, unë nuk jam i djathtë, se unë nga majta kam marrë. Kështu ideologjikisht. Edhe kjo partia, edhe kështu si qëndrim, kështu majtas është. Por edhe i qorri ti e mund në këto momente, kur ka një mega pushtet tjerë zakonshëm, që sipas meje është boj i bezdisshëm, u të bashkote me këta. Sepse du të bëjë një shembull mbase nuk është një lloj, po gjithsesi domethënë mund të krahasohet. Kohën lufta dy botërore u bashku Stalini, Roosevelti me Churchilli. Me luftu Hitlerin, nuk është edhe drama e Hitlerit, kupton. Po gjithsesi shkon si krahasim. Janë në një moment të tillë që edhe mund të zhduken. Janë një moment të tillë që edhe mund të zhduken politikisht. Edhe për mua nuk dëmtohet vetëm PD-ja, edhe këto të voglat edhe ne. Sepse kemi ka 20 vjet në opozitë, do i bëj shpresë aty në votuesve të këtij dhe këtyre tonëve, ambientalistëve, e nëse pas nesër është shumë i vështirë, këto partitë e vogla që thonë ju,
O shumë e vështime i majtë në kom nëse vazhdon dhe më thënë një opozit e gjatë edhe nuk gjatë asë dhe shprese. Kështu për të të tonë ma shumë to, e po them për vetë unë që të mos i ngeli hatë këtë, ma shumë të voglat dhe sa më dhe gjithë si është një parti historike që do të vazhdoj. Po ka dhe më struktura më skojë. Po. Gjithë bjem dakord që një kandidat përbashkues maksimalizon votën, është e vetme mënyrë për ta mundur Edi Rama në këto zgjedhje në Tiranë. Zoti Shehe, ju keni avancuar me disa emra, me një emër, siç u tha. Lapaj kërkon një emër jashtë sistemi. Jo, Lada thot, pres një emër të cilit ti bashkohem, nuk jep emër. Kështu është apo jo? Jo, A e keni Po pra, pres emër, nuk jap emër. Po, ky është. Unë thash... Partia Demokratike duket... Vetëm një sekond. E ka, ja po e them publikisht, tani. Mjafton ta kërkoj. Të dalë të shpau kandidaturën e pavarur dhe i pari që do dalë... E pavarur. Pa tjetër. Pra e caktuat ju. E caktuat ju se na unë më të Pikërisht, po të shpjegoj... Po ju po e caktoni. Po sepse, kur kam dalë fushat, unë i kam kërkuar njërëve votën për balë sistemit, nuk ja kam kërkuar të ulem e të bëjmë bashkë me ta. Ju po e caktoni kandidatën. Akorja, mbaroj. Matilda, ja, ta mbaroj akorja. Tani për aleatët, o zoti Shehe se me ju e kam. Për aleatët është e kuptueshme, ata po i shkojnë pas Partisë Demokratike nëse zgjedh një kandidat partijak ose jo partijak. Ajo që po shofun është një presion që po i bëhet Partisë Demokratike nga partia juaj dhe partia e Lapajt. Unë fare, zero. Vetëm një sekund. Sepse ju po thoni po dali ky kandidat, unë do të mështes, po s'doli, po e caktoni kandidat. Jo, nuk e caktova më nga... Fakti kryer. Por edhe zoti se mora zonjën me që se është zonjë për zonjë... Për ta bërë më konkret. Edhe ata dy tjerët kam respekt. Ke besim. Mora zonjën Qepani se është zonjë. Edhe ke kandidat të tjerë ke besim. Për më nuk kam asnjë rezervë me zotin Haçkaj, për shumë kam... Më mjafton mos u propozoj Partia Demokratike. Pra në fakt kryer gona kështu direkt. Zoti Lapaj është me atë, me çka kuptoj është me atë inati vazhdon nga zgjedhjet e kaluara, por... Nese, akorja po. Pyetja ime është e tillë. Me që ju i keni më shumë, jeni më përafërt me Partinë Demokratike negociata. Pra ka një logjik në atë çfarë po diskutoni, me çfarë po kuptohet. Ju do t'i imponoheni Partisë Demokratike me emrat tuaj, apo do pranoni një kandidat që Partia Demokratike mund t'a propozoj jashtë vathës së saj, pra nga shoqëria civile? Ne kemi thënë, ne i që drojmë parimit, dhe nuk duan të imponojmë asë një emër. Nëzorëm një emër, përmëndën një emër, edhe për të treguar që ka profile jashtë partive. Po, për të treguar një identikit mund. Identikit, se ndryshë mbetej, jo po, sigurisht e ideal. Po ja nëzorëm dhe emra që jafrojnë ati ideali. Në asë mënyrë, ne nuk duam të imponojmi, nuk duam të imponojmë emrin, jo vetëm Partisë Demokratike, jo, se i dim diferencën që kemi përsa i takon rezultatit elektoral, por askujt. Ne kërkuam, ashtu me modestit, të impononim modelin, po. Parimin. Pra, po nëse është një kandidat jo partijak, nga shoqëria civile, një figurë që edhe Partia Demokratike vetë beson që... Pra, tjetë ndershëm, të ka integritet. Më falni. Pra, do ta mbështesin? Në një vend normal, çfarë do bënte opozita? Çfarë do bënte opozita? Do binte dakord me faktin njëherë, çka keni ju, jemi keq. Dhe parti jemi keq. Dakord, ai mori mbi 50% votave zgjedhjet e fundit, thotë jemi keq, çfarë do bëjmë? Pa edhe gjimi kandidat jashtë partive politike, ndodhë në tërbotën, nuk ka gjithë keqe. Nuk do të thotë që ne s'kemi njerëz dhe u burë dalim jashtë. Ky është një interpretim. Vetëm një sekond. Hajde mblidhemi bashkë, ta thash, jo. Hajde mblidhemi bashkë, gjimi kandidat jashtë partive politike dhe fillojnë takimet, unë mendoj ky, unë mendoj ky tjetri, mblidhet bëhet një short list dhe normalisht çfarë ndodh? Më fal, ta mbaroj, vetëm ta mbaroj. Çfarë ndodh? Tani do zgjidhim më të mirin, se duam fitojmë apo jo, se prandaj po e bëjmë. Jo, këte kam thënë unë do bëjmë këtë, këte kam thënë unë, jo do bëjmë të se kam thënë unë. Më të mirin, si bëhet me i miri? Nëse nuk është e qartë se kush është me i miri në atë short list, do bëhet një sondazh, për shumë, pajtojmë një kompani të uaj. Po ku keni kohë? Ka për 2 ditë. Do e bërë si dhe avokatit po. Më gjej sekund. Ti zgjidh të unë do të gjithë. Jo. Për 2 ditë një kompani e uaj, për 2 ditë. Të bërë një sondazh e thot, ku qëndrojnë, sot që flasim, dhe çfarë potenciali kanë? Kështu bën një opozit serioze nëse do të fitojnë. Ose ndryshe pastaj filloj me merri me lojra fjalësh. Jo e than, jo më mori, jo po të dalë ai pse tha. Ka 2 raste në politikë botërore që i kam të kollajshur me sjell. Në vitin 1996, partitë politike opozitare të Serbisë, në një sherrë pa shembull me njëra tjetrën, ranë dakord që kandidati për Bashkinë e Beogradit ishte Zoran Xhinxhić. Përballë një Miloševiqi që vinte nga marrëveshja e Daytonit, që vinte si njeriu që kishte mbyllur luftrat në Bosnjë dhe në Kroaci,
që ishte i përkëdhelur i Perëndimit dhe e mundën në Beograd. Ai i bodhi zgjedhjet dhe për më shumë se sa 90 ditë, se kujtoj eksakt, Beogradi ndeti në rrugë, mbështetësit opozitës dhe detyruan Miloševićin të kthente mbrapsht vendimin për që shpalli fitues kandidatin e tij dhe ja dha Zoran Xhinxhićit. Ndetën zgjodhen figurën më përfaqësuese të opozitës, edhe pse ai me Vuk Draškovićin e me të tjerët ishin shef për shembull. Ishte njëri prej tyre, pra politik. Versioni i dytë, ja ta sjell dhe versionin apolitik. Versioni apolitik është u lidhur në Itali. Një numër partisht majta që se mundin do të Berlusconin... Jo për kryetar bashkie. Jo për kryetar bashkie, akoma më shumë, dhe gjenin zgjidhjet e Romano Prodi. Një profesor universiteti ishte i vetmi që i çonte në fitore. Sot në Itali, më falë që për ta kompletuar të gjitha... Dy situatat janë diametralisht të ndryshme. Shiko. O Fevziu, rastet ku ka patur kandidat nga jashtë, rastet kur opozita është detyruar të gjejë një kandidat nga jashtë, janë pa fund në gjithë Europën. Sot në Itali, e majta pavarësisht se ka një sekretare të Partisë Demokratike, që naty është e majt, që është sekretar dhe ka 30% votave, po diskutohet që mos të dali ajo, po të dali një kryetare bashkie e një... Lapaj, vetë po të ishin zgjedhjes në Itali, në Danimark, po jam dakord. Nga gjithë po diskutojmë deri tani, duket që bien dakord gjithë që duam një figurë apartiake, jo politike, por akoma s'po bindim dot aleatët, një ndër të cilët është edhe Zoti Lapaj. Bindi pra Duka atë? Po. Një ndër të cilët deri tani është Zoti Lapaj. Duket se